Ky është kampi i zemrës time. Çdo vit kur kampi mbaron dhe autobusi largohet, qëndroj aty në heshtjen e kampit bosh edhe mendoj, a bëm mjaftueshëm mirë, a bëm mjaftueshëm fëmijë të lumtur, edhe çfarë mund të përmirësojmë për vitin tjetër. Kampe ka plot në Shqipëri, hapësira, argëtimi dhe pushimi ka plot, por ky nuk është thjesht një kamp, dhe unë këtë nuk e them vetëm si slogan, por e them si fakt. Pas 7 viteve, mes qindra fëmijëve dhe 10 profesionistësh që janë rritur bashkë me mua, e gjithë kjo sipërmarrje është kthyer në dinasti dhe dinasti nuk e ndërton marketingu, por e ndërton besimin. Besimi që prindrit na tregojnë vit pas viti për gëzimet e tyre, lumturia në fytyrat e tyre kur na tregojnë se fëmia e tyre është rritur, është bërë më i pavarur dhe se ka zbuluar mbase brenda vetes së tij aftësi që as ata vetë nuk i dinin. Kjo nuk ndodh rastësisht, kjo ndodh pasi ne kemi ndërtuar një sistem me standard, me strukturë, me vizion, por sigurisht sistemi pa shpirt është thjesht burokraci, ndaj shpirti i këtij kampi është dashuria. Madje nëse mund të rrëfej diçka shpirtërore, ditën e 8 të kampit një fëmijë 8 vjeçar mu afrua dhe më tha: "Akela, a mund të jetojmë këtu për gjithmonë?" Emocioni atij momenti nuk shprehet dot me fjalë, por vetëm më shton përgjegjësinë që të ruaj standardin e kampit apo akoma më tepër ta çoj atë në një nivel më të lartë. Ky vend është familje dhe si çdo familje ka rregullat e veta dhe familja jon duket kështu. Ne jetojmë brenda një xhungle. Kjo xhungël ka 6 fise me një kryetar që quhet shefi dhe me një lider që zgjidhet nga vetë fëmijët. Çdo fis ka kushtetutën, rregulloren e vet ku fëmijët votojnë dhe drejtojnë po ata. Mbi fiset e xhunglës janë fiseve që jemi ne, ata që kujdesen për gjithçka, për sigurinë e fëmijëve, për pastërtinë, për ushqimin, për aktivitetet, për programin, për komunikimin me prindrit nga bota e jashtme dhe për çdo situatë tjetër që ndodh brenda në kamp për të mbajtur balancën tek të gjithë moglit e vegjël. Kjo ishte xhungla jon, ky ishte viti 7 dhe si çdo vit na mësoi se çfarë mund të bëjmë më mirë, ku mund të përmirësohemi dhe se çfarë funksiononte dhe çfarë jo. Dhe për të qenë versioni më i mirë i vetes tonë në vitin e 8 të kampit. Nëse më pyesni se çfarë dua për vitin e 8, është vetëm kaq që çdo fëmijë që hyn nga ajo portë të mos dojë të largohet më nga kampi apo akoma më tepër të rikthehet çdo vit. Rezervimet për vitin 2027 janë hapur. Nëse fëmia juaj ka qenë pjesë e kampit tonë, ju e dini shumë mirë se për çfarë po flas, dhe nëse nuk ka qenë asnjëherë, mendoj që ky është momenti.